Atëherë përshëndetje të nderuar shikues edhe një herë për të gjithë shikuesit e programit ton. Dhe sot do të jemi në klinikën italiane, kësaj radhe do të jemi me profesor doktor Manlio Schettinin, urolog, i cili ka pranuar që për programin ton të bëjë një intervistë. Fillimisht faleminderit për kohën që keni ndarë. Grazie a voi, chiedo scusa prima di tutto perché... Ju falenderoj juve dhe ju kërkoj falje për zërin jo të mirë pasi që jam pak me gjendje gripale për shkak të ndryshimit të temperaturave si në Itali, Kosovë dhe Shqipëri. sia in Italia che in Albania. Për fillim do doja t'ju pyesja pse pikërisht keni zgjedhur klinikën italiane për të punuar? Già da qualche anno collaboriamo con Që prej disa vitësh bashkëpunojmë me klinikën italiane dhe jemi shumë të kënaqur pasi që me këtë strukturë është krijuar organizimi i duhur dhe ka marrë përsipër kompletimin me aparatura dhe teknologji për korrigjimin e sëmundjeve të apartitit urinar. di cui parleremo. Në cilën moshë faqen shenjat e para të sëmundjes së prostatës? Si tratta di una malattia che Bëhet fjalë për një sëmundje që shfaqet me fillimin e pleqërisë, që tek meshkujt bëhet fjalë për dekadën e 5 ose të 6 të jetës, pra shejat e sëmundjes së prostatës shfaqen në moshën 50 apo 60 vjeçare. Quindi direi dopo i 50 anni cominciano questi problemi. Çfarë është hipertrofia e prostatës? A është ndonjë sëmundje benigne kjo? Sì, è una malattia benigna, è un ingrossamento Është një sëmundje benigne, hipertrofia e prostatës është zmadhim patologjik i prostatës, por që nuk ka shenja malinje, pra nuk shfaq metastaza dhe përhapje të sëmundjes në pjesë tjera të trupit, shkakton një bllokim dhe vështirësi në urinim, pa u shoqëruar me shenja tjera patologjike. appunto non è una malattia assimilabile ai tumori. Fakt, cilat janë mundësitë e trajtimit të këtij problemi, doktor? Ci sono varie possibilità di trattamento. Le più semplici si servono Ka disa mundësi trajtimit të hipertrofisë prostatës, duke filluar me medikamentet pra ilaqet, me ilaqet me natyrë bimore, që janë ato të palmës dhe për të vazhduar me ilaqet dhe me medikamentet tjera që janë alfa bllokuesit. Alfa bllokuesit janë bllokuesit të fibrave nervor, alfa të sistemit nervor simpatik, që bëjnë në këtë mënyrë të mundur zbrazjen e prostatës dhe urinim më të kollajshëm për pacientin. una diminuzione di pressione nell'ambito della prostata, questo riesce a migliorare il vuotamento vescicale e la minzione. Dhe flasim pak për medikamentet që praktikon dhe efektet e tyre anësore. Mund të kenë efekte anësore? I farmaci fitoterapici, cioè i farmaci derivati Medikamentet me natyrë bimore, pra nga ekstrakte bimësh, nuk kanë efekte anësore, ndërsa medikamentet që janë alfa bllokuesit kanë efekte anësore, pra duke filluar me bllokim të jakulacionit, persona që përdorin dhe për një kohë të gjatë medikamentet të prostatës, alfa bllokuesit kanë vështirësi në jakulacion. Efekti i dytë anësor është vazodilatacioni periferik, pra një zgjerimi eneve të gjakut periferike që bëjnë në këtë mënyrë të mundur uljen e tensionit të gjakut. Këto medikamente nuk këshillohen tek persona që janë pilot avionësh, si dhe tek persona që marrin ilaçe për të ulur tensionin e zemrës. fanno i piloti di aereo oppure che già assumono altri antipertensivi per altre situazioni patologiche. Kush janë efektet e trajtimit endoskopik? Il trattamento endoscopico permette di rimuovere quella parte di prostata ingrossata. Efektet e trajtimit endoskopik janë të menjëhershëm pasi trajtimi endoskopik mundëson heqjen e asaj pjese të prostatës e cila është zmalluar. Në këtë mënyrë lehtëson kalimin e urines dhe mundëson që pacienti të urinojë me kollaj. Të themi efekti anësor ka të bëjë përsëri me problemet me të jakulacionit pasi jakulati nuk derdhet jashtë, por në rrezikën urinare. All'esterno viene spedito in vescica e poi eliminato con l'urina. Në fakt, cilat kanë qenë disa prej rezultateve të pacientëve gjatë procedurave surisë që kanë kaluar në për këtë klinikë?
Ottimi risultati, noi qui usiamo. Rezultatet kanë qenë shumë të mira. Në këtë klinik ne përqendrojmë me trajtimin endoskopik të heqjes së pjesës së hipertrofisë së prostatës. Kjo gjë kryhet me një elektrodë bipolare dhe me vendosjen e kamerës në endoskopi. Pra, në këtë mënyrë, gjatë kryerjes së endoskopisë, ne harrim që të shikojmë në një ekran të madh se cilën pjesë të prostatës jemi duke hequr dhe mundësojmë në këtë mënyrë lehtësimin e pacientit për urinim dhe për të gjitha vështirësitë që ka. Dhe për fund të kësaj interviste, cili është mesazhi juaj drejtuar gjithë pacientëve tuaj? Mesazhi im është për të gjithë pacientët mbi moshën 45 deri në 50 vjeç të bëjnë një vizitë kontrolli tek mjeku urolog sapo të shfaqen shenjat e para të hipertrofisë të prostatës që janë vështirësia në urinim dhe urinimi i shpeshtë. Ne ju mirëpresim në klinikën italiane për të zgjidhur problemet tuaja. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.